Zëvendës kryeministja zonja Balluku, 10 minuta. Më prap të rrugën Zonja Balluku. I nderuar koleg Noka, personalisht kam respekt për eksperiencën e gjatë që ke në parlament dhe do desha të thoja për shqetësimin që ke për ministrat që nuk marrin kohën e dur për t'u promovuar, që duke parë të kurrjen e votave që keni në një trend të vazhdueshëm, zgjedhje pas zgjedhjesh, kemi vendosur që t'ju lëmë më shumë hapësirë juve që të promovoheni. Ministrat kanë të gjithë vëmendjen e publikut dhe gjithë kohën e dur mediatike për të promovuar punën e tyre dhe programin e qeverisë. Ndërkohë që ju dukeni që jeni në ditë të keqe, votat janë gjithmonë më pak, ndaj mirë do ishte ta merrni këtë kohë, po ta përdorni dhe si duhet. Tani, për sa i përket departamentit shtetit që i referoheni, duhet ta vendosni një standard. Nëse do t'i referoheni departamentit shtetit, duhet t'i referoheni gjithmonë. Jo vetëm kur keni interes dhe kur doni të bëni zhurmë duke i shtrëmbruar raportet e tyre, ndërkohë ju jeni një parti me një person non grata të shpallur nga departamenti i shtetit. Tani ndajeni. Non grata, më fal, ty mund të quaj bukurosh, se gjatosh, bukurosh, nuk mendoj që ti mërzitesh apo jo. Do me thënë, ti the si bukurosh, si gjatosh, si shkurta bish, janë të pranueshme. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Se kam me kolegun tim, me kolegun Noka, për të cilin kam shumë respekt, prandaj dhe po i përgjigjem se unë zakonisht nuk është se konsumoj kohën e parlamentit me përgjigje të tilla. Pra ta vendosim një standard për departamentin e shtetit. Departamenti i shtetit është apo nuk është për juve një bibël tek e cila bazoheni dhe gjithçka që thuhet pa u shtrëmbruar ama, sepse ju bëni, i lejoni vetes interpretim të raporteve të departamentit shtetit, gjë të cilën s'duhet ta bëni sepse është totalisht jashtë çdo etike. Megjithatë, nëse i referoheni edhe duke e shtrembruar, duhet i referoheni edhe për masën ekstreme që ka marrë ndaj liderit tuaj politik, shpirtëror, etj. Po ndaloj vetëm për një moment tek investimet e huaja. Investimet e huaja që vetëm në 6 mujorin e 2 të vitit janë rritur me 8 milion duke shkuar 759 milion euro investime vetëm për vitin 2025. Mos t'i krahasoj me 2013, se pastaj thoni akoma krahasoni me 2013, po ç'të bëjmë? Të krahasojmë me veten tonë. Ne krahasojmë. Të mbaroj... Jo, fjalën do ta marr sepse jam po flas në emër të qeverisë dhe për më tepër ju kam dëgjuar mu përmend dhe emri dhe nuk e mora kohën parlamentare për ta çuar dëm për njerëz që nuk është se kanë ndonjë vlerë edhe kur ma përmendin emrin. Kështu që po i kthejmë investimeve të huaja, meqense nuk na lejohet më, sepse thoni pse na krahasoni, vazhdoni ju me 2013-ën. Nuk po ju a them se sa ishin investimet e huaja në 2013 kur Edi Rama mori drejtimin e këtij vendi, por po ju them që edhe krahasuar me veten tonë, brenda një 6 mujori jemi plus 8 milion, kemi arritur 759 milion investime të huaja, për të mos folur pastaj për të gjithë brendet e huaja që sot vinë dhe operojnë në Shqipëri për shkak të transparencës dhe të gjithë kuadrit ligjor që ofron ky vend. Ju investoni për t'i prishur imazhin vendit në çdo fjalë tuajën, ju investoni fuqimisht për ta bërë me baltë Shqipërinë. Dhe këtu do ta mbyll edhe këtë fjalë bukurosh. Kur të drejtohem ty, atëherë mund përgjigjesh. Tani po flas me kolegun tim Noka. Dhe një fjalë e fundit. I dashur koleg, të lutem, kur del edhe bën akuza, vëri emër akuzave pasi të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba, edhe mund t'i kishte rënë rruga për punë apo për nuk e di konventa, takime etj, po asnjëri nga ne nuk ka qenë në Aruba. Kështu që nëse ke informacione, bën mirë mos hedhësh tym
si që hidhet kosherës bletve dhe dilni pastaj dhe gumzhini para kamerave dhe se dini as vetë se çfarë thone, por vëri emra kush janë ata që kanë shkuar në Aruba, se ne këtu nuk kemi shkuar në Aruba.